Momentin kur profeti alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë me të, largohet nga Mekja, i detyruar me shpresën se Allahu xhaleshanu do t'i hapi hapësira në vend tjetër pranë Medinën e ndriçuar, atje ku do shkonte profeti alayhi salatu wassalam. I detyruar del nga Mekja, fsheu razi, sepse ishin ngushtuar dhe ishin mbyllur të gjitha shtigjet. Dhe duke u larguar kthehet për nga Mekja dhe thot, siç transmetohet në hadithin e Abdullah ibn Abbasit, Allahumma anta ahabbul biladi ila Allah. O Zoti im, thot, ti e din që ky vend është vendi më i dashur tek ti. Është vendi më i dashur edhe në zemrën time, i fliste Mekës pra nga dashuria, vendlindja e tij që po e lete për hatër të Zotit xhaleshanu. Sepse ashtu erdhën rrethanat në rrugë të Zotit. Dhe i thot, je vendi më i dashur në zemrën time, e sikur populli yt të mos më detyronin që të dal, tiki, pasha Allah, unë kur nuk dilja nga Mekja, thot. Subhanallah. E niset rrugët për Medinë, Allahu xhaleshanu që suportonte me shenja të qarta për kujdesjen e tij hyjnore për profetin alayhi salatu wassalam, momentin që ishin në shpellë me Ebu Bekrin. Çuditet Ebu Bekri me mirësinë e Allahut dhe i thotë, o i dërguari i Allahut, sikur ata thot mushrikët që e gjemonin nga pas sepse doshin me e shfaros nga faqja e dheut. Donin ta mbyllnin këtë punë një herë e mirë, dritën e Allahut me e fik një herë e mirë, thanë po të vrasim Muhamedin, mbyllet kjo punë dhe mbyllet ky kapitull një herë e mirë, madje vun edhe çmim shumë të madh për kokën e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Çmim i pa parë ndonjëherë në kohën e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Dhe Ebu Bekri thotë, o i dërguari i Allahut, ishin këtu pranë nesh, se ishte një shpellë e vogël, kur tregohet për shpellën Hira, mendojnë njerëzit se hyn këtu edhe del 50 metra më tutje. Nuk është kështu, ishte një shpellë e vogël, si zgavër e vogël. E thotë, o i dërguari i Allahut, thotë, sikur dikush prej tyre shikimin ta hitet e këmbët e veta do na kishte vënë re neve, do na pikastene. E profeti alayhi salatu wassalam i qeti, thotë, ja Ebu Bekr, thotë, o Ebu Bekr, thotë, ma dhannu ke bithnejni Allahu thalithuhuma. Çfarë mendimi ke për dy vet, i treti i cilëve është Allahu xhaleshanu? Duke i treguar që neve kemi ndërmarrë një rrugë që duket e vështirë, por Zotin e kemi me vete, se jemi me drejtën, po e bëjmë për hatër të Zotit këtë që po bëjmë, është sakrificë e madhe.